Si që shini, pamja pas e tregon qartë situatën, zjarret vazhdojnë, megjithëse koha ka qenë me shiu nuk ka ndikuar pothuajse fare. Jemi para një katastrofe mjedisore me pasoja katastrofike dhe për shëndetin e njerëzve dhe për mjedisin. Dhe e gjitha kjo nuk është rasti, nuk është prej temperaturave të larta, nuk është rastësi zjarrvënie e ndodhur pa dieni, është pasojë e korrupsionit, e keq menaxhimit të bashkisë së Vaudejes. E them këtë sepse ka një strukturë e cila ka të gjithë përgjegjësinë për menaxhimin e kësaj, që nis me administratorin, që nis me këshillin mbikëqyrës, që nis edhe vazhdon edhe me pjesën e SHA-s që e ka për detyrë dhe që ka në krye kryetarin e bashkisë së Vaudejes, i cili përcakton të gjithë zinxhirin përgjegjës që merret me menaxhimin e landfillit të Bushatit. Sigurisht ka lidhje me operatorët, por keq menaxhimi që vjen nga këto struktura, që varen nga Bashkia e Vaudejes, ka sjell këtë situatë katastrofike dhe që në të vërtetë është një bombë ekologjike për zonën, por sikurse është bombë ekologjike, është një minier ari për fitimet e atyre që e kanë keq menaxhuar dhe keq menaxhojnë për qëllime përfitimi. E them këtë sepse megjithëse kemi këtë situatë, këtë bombë ekologjike, sot banorët e Vaudesit, banorët e Lezhës, banorët e Shkodrës, qarkut Shkodër edhe qarkut Lezhë, së bashku paguajnë tarif pastrimi 2 herë më të lartë. Janë rritur kostot 2 herë, parat merren 2 fish, merren dhe më shumë. Dhe ja ku është pasoja, pasojë fatale e menaxhimit korruptiv që i bëhet landfillit pikërisht nga ata që janë përgjegjësit kryesor për këtë situatë, që nisin me kryetarin e bashkisë, me këshillin mbikëqyrës dhe me administratorin. Sigurisht ne kemi dhe zotrojmë dokumentat qarta që emrimet këtu janë fiktive, të gjithë këtij zinxhiri janë bërë për interesa personale, politike, fushatore, patronazhimi i vode, dhe pas këtyre interesave janë dhe interesat ekonomike të atyre që i bëjnë këto emrime, dhe që përpasoj kemi këtë situatë që duket qartë që do vazhdoj dhe kontaminimi, helmimi i qytetarëve, i zonës, i mjedisit, i çdo gjëje që ekziston këtu, do vazhdoj dhe pasojat janë të pariparueshme. Ai tym që shihet aty është kancerogjen. Qartazi është kancerogjen. Dhe vërtet unë mendoj që banorët duhet të jenë në alarm, banorët duhet të reagojnë. Ne jemi krah banorëve, patjetër, do vazhdojmë denoncimet tona dhe nga selia e Partisë Demokratike me fakte dhe me dokumenta.